Në perëndim të Kosovës, kësaj vatre kryengritëse të shqiptarisë, në zemër të Dugagjinit plak, rënzë dy kodrinorës madhështore, zë vend e shtrihet plot begati, fshati Baballoq. Fushat e tij të bleruara plot freski dhe kullat e lashta prej guri, anës projt që zbret lehtas shtratit mijëvjeçar, veç se ja shtojnë bukurit këtij fshati historik. Gjithmonë në rrethana caktuara historike, në përkohë shfaqen personalitete që me forcën dhe madhështinë e tyre bëhen frymëzues të idealeve të lirisë për kombin e tyre, duke i kputur zinxhirët e robërisë. Në mesin e tyre janë edhe atdhetarët e Baballoqit, Adem Mataj dhe Mustaf Çallak. Fshati Baballoq ka pas dhe një traditë atdhetare, nuk fillon historia kombëtare e Baballoqit në këtë periudhë. Ne kemi edhe dy dëshmorë tjerë paraprakisht në vitin 1947 si nacionalist, si pjesëtar i ballit kombëtar, i veprimeve të kohës atdhetare, është pushkatuar nga ozna serbe Adem Mataj dhe gjithashtu në Goliotok ka kaluar pothuajse 3 jetë Mustaf Çallaku varri, i cili edhe sot nuk dihet. Baballoqi dha 12 dëshmorë, ata ishin të brymuar me frymën liridashse, por nuk është rasti me qenë se Baballoqi kujtohet edhe me vrasjen e dy burrave të mëdhtë kombit 44 nga ozna. Ndaj, nuk qera si që me njerë pas 24 marsit të Glogjanit heroik, në pranverën e lirisë në përflak të luftës, të dalin e pa zëri i kushtrimit nga djaleria liridashse e Baballoqit. Në jehonën e krismave dhe para të lirisë, do të buqa zëri i kësaj djalerie në rrugën e gjatë të lirisë. Filmas 24 marsit edhe filmas mobilizimin që në rajonin e Dëçanit, ndër të parë që ju bashkuan në luftës ishin edhe Baballoqi, fillimisht në furnizim me armë dhe natyrisht ishte pjesa ku krijoi vija e parë e frontit. Me qenë se ishte edhe lagja e banuar nga një pjesë e komunitetit serb, e cila u kthy në bazë ushtarake për forcat serbe, po ashtu edhe pozicioni gjeografik që ishte suka e Baballoqit, e cila ishte dominuar për forcat serbe dhe permanente rrezikonte zonën e UÇK-s. Rezistenca heroike e familjes Haradinaj atë ditë bëri që ushtria çlirimtare e Kosovës tani më të veprojë në mënyrë më të hapur dhe të përhapet shumë shpejt. 24 marsi ka qenë një ditë që ju ka dhënë leksioni forcave paramilitare ushtarake serbe, ku komandanti legjendar Ramush Haradinaj u ballafaqu me këto forca. Rasti i humbjeve të mëdha serbe që pësuan Glogjan në 24 mars, ishte sinjal që ne të mobilizohem, se mos pëlqen ditë më të mira për tyne. E pam që nuk ka rrugë tjetër, post mobilizohem edhe ne, dhe në mënyrë të organizuar si fshat, me shumë djemë të ri, fillum mobilizohem, formum shtabin, edhe i hapim pikat kryesore ku duhet stacionohem në për 7 pika që i kem pas. Kështu, djemtë e Baballoqit, të brumosur me idealet e lirisë, me njëherë do t'i vendosin kontaktet e para me komandën e zonës së Dugagjinit, përgatësisht me komandantin dhe prisin e luftës çlirimtare Ramush Haradinaj. Kontaktet tona si Baballoq kanë qenë më të hershme me familjen Haradinaj, kryesisht me generalin Daud Haradinaj, me Ilmi Haradinaj, me herojin e kombit Shkelzen Haradinaj e tjerë. Kështu që në këtë kuadër fillun edhe veprimet e para të organizimeve në fshatin Baballoq, sepse edhe në vit gjeografike ishte shumë afër Glogjanit, edhe dije se shumë shpejt përsëri do të ketë sulm të forcave serbe. Jo vetëm fillimi, po edhe gjithë vazhdimi i luftës i ka protagonistët e vet. Pra, lirisht mund thuhet që bën pjesë në ato bërthamat e luftës edhe në ato bërthamat e para, sepse ishte fati i vështirë se ishte vija e parë e zjarrit, duke pas parasysh pozicionet serbe në suk edhe në vendvanimin përreth. Falas e rezistencët jashtëzakonshme që bënin këta djem
edhe u mundësu punizimi i zonës Dugaxhinit, po edhe i kalimit të shumë luftarëve nga Drenica, Allapi, që të vinin për furnizim në Glogjan edhe vazhdonin tutje nga Baballoqi, Hereqi, Xhirit, Sukës për Shqipëri. Barësit e organizimeve të para të luftës, duke e parë të domosdoshme unitetin që kërkon të koha, u përkujdesën që përqafimi i luftës të jetë gjithëpërfshirës. Në këtë kuptim, rol të pazëvendësueshëm do të luajë edhe kleri fetar. Në kontakt me komandën e zonës, së bashku me Samit Gjocin, të prirë nga komandanti i zonës Ramush Haradinaj, shkuam në Veçidol të Shqipërisë për armatim. Me të kthyer, me njerë fillum aktivitetin, kështu që me Adem Matajn, shkuam në teqen e Shegjiladinit, ku vendosëm që të bashkëbisedojmë, të kërkojmë influencën dhe ndikimin e tij si personalitet fetar dhe të bashkëveprojmë radhët me bashkëfshatarë tjerë dhe ta masivizojmë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Me 12 prill 1998 në teqen e Xheladin Shehit, kemi shkuar Fajdoda, Hazër Mata dhe Shpan Mata, edhe kemi bo listën që djemt kanë pas më shku për armatim, për Shqipëni. Zgjerimi i hovshëm i zjarrit të luftës në këtë trevë imponoi reagimin e shpejtë të potencialit njerëzor e veçmas rinisë kësaj jane për mobilizim. Shumë shpejt do të formohet edhe 14-shja e parë e luftetarëve të lirisë, e cila do të niset në udhën e misionit të shenjtë për furnizim me armatim në Shqipëri. Për një periudhë shumë të shkurt, kemi arritë që të bëjmë edhe 14-shën e parë ilegale të ushtarëve çlirimtar. 4 prej tyre janë dëshmorë lirie dhe të tjera që kanë barën më të rëndë të organizimit të vijës frontale të luftës në Ballaç. Jemi mobilizu për më shku për armatim Shqipëni. Në ndër ata dëshmorët ka qenë edhe Avnia, Zenuni, Milaimi. Në datën 13 prill, dikun ka ora 15 pas dite, në mënyrë ilegale jem tërhek drejt Glogjanit, 14 djemë cilët jemi planifikuar që të shkojmë në Shqipëri dhe kemi marshuar drejt Shqipërisë. Ku gjatë rrugtimit ton kanë qenë edhe grupe tjera të fshatrave tjera, trafshi Dugaxhinit. Në udhtimin ton ka qenë pikërisht komandanti me pseudonimin atëherë Smojli Ramushi, i cili na ka përcjell. Kem qëndru atje një 4 ditë, e kem ditë që kemi qenë shumë vetëdijshëm që e kemi lënë fshatin të parmatosur, e kemi lënë fshatin pa mbrojtur dhe kem tentuar që sa më shpejt kthehem fshatin tonë dhe njerëz të cilët janë duke na pritur këtu, t'ju bim armatim që të ballafaqohem me forcat serbe. Pas 4 ditë jemi kthy. Kur kemi mryrë në fshatin Smolis, diku ka qenë rrethi mëngjesit ora 5-6, diku rreth orës 7 kemi mryrë në Hereq, kur kemi trupuar dhe rrugën. Pikërisht aty i kemi taku njerëz të fshatit ton, të cilët kanë dalë na kanë prit, dhe në momentin ne kur jemi nis për Shqipëri, fshati, të cilët e kishin marrë një guxim, mund ta quaj ashtu një guxim shumë madh, kishin filluar dhe organizimin. Qyshat na që na kemi udhëtuar për Shqipëni, këta vetëm kishin filluar me dhënë ruje dhe një farë forme me dalë publikisht. Në koordinim me komandën e zonës u vendos që më 18 prill të vitit 1998 që të bëhet publike Ushtria Çlirimtare e Kosovës në fshatin Baballoq, e cila deri në atë kohë vepronte në ilegalitet të thellë. A ditë në qendër të fshatit, së bashku me Adem Matajn dhe të tjerët dhe përfaqësues që erdhen nga komanda e zonës së Dugaxhinit, bën publike dhe përkraja ka qenë masovike. Më kujtohet që atë ditë kanë qenë të rreshtuar 137 ushtarë, të gjithë nga Baballoqi. Edhe këtu e kem formu shtabin, këtë vanë ku shihet edhe sot, tu bo formimi shtabit fshatit Baballoq. Si në shtab e shtabit në Glogjan. Gjithë fshati na ka përkrahur. Me 18 prill që jemi dalë, hapta çdo, gjithë fshati u rreshtu.
Edhe aty kanë vendosur këtë fshati që na do të him luftë tamam si duhet. Këta 137, pa llogaritur numrin e këtyre që ishin për rrugë, përbën një bërtham të fuqishme, një organizimit mirëfillt dhe të fuqishëm të ushtrisë ligjëtare të Kosovës në fshatin Pavallë. Gjatë këtyre ditëve, kjo bërtham do të priste me padurim ardhjen e 14 luftetarëve të parë për sjelljen e armatimit. Dhe kur djemtë e Baballoqit u kthyn, mra pata fat, ashtu që mu mra me dalë me i prit të rruga kryesore këtu që ishte. Ta bën edhe një jonë të thëmë një kushtrim të madh për gjithë rrethin e sidomos për Dugagjinin, sepse rastisi atë natë të udhëtonte autobusi që udhëtonte për Rashk, ne na u doft me ndërprer rrugën kolonën për siguru kolonën, kështu që ata në një mënyrë pan 1300 kual në atë ku kanë ardhur, pan ushtri, dhe në një mënyrë ata aty një dukte edhe më tepër se në fakt ishtin. Kështu që ajo boni jo vetëm jehon që unë dëgju për njerëz kështu, po bo edhe jehon mediat, do të thotë media serbe që atërej propagandonin si terroristë, si grupe terroriste të ardhur nga Shqipëria. Arritja e tyre në fshat më 20 prill të po këtij viti do të ngjallte momente të papërshkruara, gëzimi dhe shprese për mbrojtjen e tokës së të parëve dhe identitetit mohuar nëpër vite e dekada. Fshati i kishte pa marrë gjitha masat, djemt e gjithë fshatit ishin mobilizu dhe ka qenë një befasie jona e papritshme që aq mënyrë të mirë ta gjojmë fshatin dhe të organizumë. Do të thotë ka qenë një diçka që e papërshkruar edhe për ne, ka qenë një pritje shumë madhështore dhe fshatit. Diku te nesër me rreth orës 10 kemi dalë në ushtrime, bile pikërisht kanë qenë ushtrimet e para të cilat i kemi qenë duke i bërë me Idris Balen Togeri. Me ardhin e luftetarëve nga rruga të nesërmen, i vendosëm në shtëpinë e Ramatajt, ku pushua një natë, dhe të nesërmen me njerë në mëngjes, me datën 21 prill, në ora 10:30, jemi sulmuar nga forca serbe. Ishte ndoshta momenti më i vështirë, sepse i tërë fshati ishte adet me fshat, dhe filluan forcat serbe ishin pozicionuar në Suk dhe në Zabel, dhe aty kishin filluar dhe pozicionimi vija të para të frontit tonë. Aty ka ardhur Nasim Haradini, edhe aty Nasimi ka vendosur që me fshatin Baballoq do t'i dajmë pozicionet edhe me dalën për pika në fshatin Baballoq që kemi vendosur pikat. Me 18 prill. Ne jemi përgatitur me 18 prill. Kurse forcat serbe na kanë sulmuar me 21 prill. Unë isha caktuar në fakt si komandant i vijat frontit këtu përgjatë kësaj, ne? Për Baballoq të them të drejtën, kam gjetë djem që më kanë bë për vete dhe më tepër ndoshta çka kam menduar që do të gjoj aty djem. Kështu që mund ta thonë që lufta më një herë ka qenë luftë rreth. Vazhdimisht, do të gjatë 24 orëve, vazhdimisht ka pas edhe sulme edhe kundërsulme nga nesh. Po megjithatë, vija frontit pastaj imponoi dhe pozicione tjera treja atje. Barën kryesore në për gjitha pozicionet e kanë bajt pjesëtarët e radhëve të para. Ka qenë e vështirë, thash, po mbas asaj dite më njëherë diku rreth mbrëmjes kemi filluar dhe organizimin e vija frontale, pika, pozicione. E para që duhet me pas parasysh, popullata civile e pshoj shumë. Ta u detyruan me u zhvendos. Do thotë më njëherë jeta u ndërpreje, se s'ka pas mundësi me vazhdu jetë në Baballoq. Jetë çfarë do lloji. Familjet tona janë orientu ka Gjakova, është kontributi pas avancueshëm i 3 institucioneve fetare, 3 teqeve, teqes së madhe, teqes së Shëbeqijit dhe Shëramadonit dhe teqes së Shënekisë së Shëbanit në Gjakov, që realisht edhe kuptimin emocional dhe shpirtënor e tjerë historikisht janë të lidhur me Baballoqin, mirë po kontributi i tyre është jashtëzakonisht i madh për atë periudhë, sepse të paktën familjet ishin në një formë të sigurta dhe kishte përkujdesje për ta. Pastaj e rëndësishme se në numër i djemve të Baballoqit e morën punën e vet, misionin e vet, që jo vetëm me i taku luftësh, po me udhëheq atë. Roli i Baballoqit si një koqir ishte të krijojnë hapësira për të rezistuar maksimalisht vijës zjarrit, për shkak se ishte vijë zjarrit nga fillimi i luftës deri në ofanzivën e Gushtit, Baballoqi ishte në luftë. Në këto ditë të vështira, forcat pushtuese serbe ishin vendosur në Sukën e Baballoqit
dhe pothuajse gjatë gjithë aksit rrugor të magjistrales Gjakov-Deçan, pozicione këto tepër të disfavorshme për forcat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E vërteta historike është se Baba Lloçi, ashtu edhe si një vijë e vendbanimeve që ishin në vijën e parë, e patën një fat më të vështirë në luftë. Nëse fillojmë për shembull Shaptej, Gramoqelos e Dobrigje, Baba Lloçi, Rastavic, Prilev, e shkojmë në Carabregët, Belek, Carabreg, Llukat, edhe deri në Raushish, ta thonë Brezi, kanë qenë tepër të ekspozuar. Edhe vetvete bara e luftës ishte tepër e vështirë, se ishin në vijën e parë goditje të zjarrit, ta quajmë ashtu. Morali i madh që u rrit ushtarëve kur ardhi Shkelzen Haradinit. Kur ka ardhur Shkelzen Haradini, i ka kontrolluar terrenin me Fatmir Nemonin edhe me Dodjem Baba Lloçit, atëherë ne jemi shliruar na. Ditën e të nesmen ka ardhur Ramush Haradini edhe i ka hin fshatit, prej fshatit Nel Piks numër 6 te fshati Rstovic, edhe u ka hin ran pik për pik, edhe i ka hin prej atje te dek te ne ka shku gati nga Maqel ty gjujt me atë Golinau. Gjujkeni Rafal, u tërheke gjujke tjetër. Edhe atë ditë për ditë i kanë nalë forcat serbe gjujtje ton ditën e gatë nuk kanë qitë. Kemi pas një vështirësi, për shembull në gjithë vijën e luftës kryesisht. Nëse fillojmë atë Brezhin edhe për shkak se pikat dominante i kishte marrë me kohë policia dhe ushtria e Serbisë. Do thotë ne kemi qenë një farforme në çuplak dorës për ta, për gjujtje. Edhe ka qenë një pozicion tepër i vështirë. Me vazhdue luftën, me mbajt ato vija, ka qenë tepër e vështirë. Që në ditët e para të rezistencës, krah djemve të Baba Lloçit do të radhiten vullnetar e luftetar të tjerë të lirisë, pothuajse nga të gjitha anët e Kosovës. Kishte edhe djemë tjerë nga gjitha anët e Kosovës të cilët kanë marrë pjesë në betejat e Baba Lloçit, me thekë veçanë kisha pas një veçua Jet Poterni, i cili është plagos rënd nga të pjesë. Është një djalë tjetër Fazlia, cilin emrin e saktë nuk e di, por edhe ai ka marrë lëndime ose është plagos, ndoshta mund ta quajmë edhe ndër luftarët më i plagosur në vijat e frontit, i cili tani ekziston dikon në perëndim, në sa e di unë. Aty, të them drejtën, kanë marrë pjesë gjithë luftarët e Zot të Kosovës, e duke gjinin këto vija, por pa djemë të venit e pa arritshme, e pa arritshme me bajt. Pra, kemi qenë në situatë jo të lehtë. Për shkak se thash edhe një herë se pika dominante ishin veç në durët e forcave të armikut. Vinin, kryesisht nga komanda zonës dërgoheshin edhe me ndrime që na mbështesnin në rezistencë, sepse, siç e thot edhe komandanti Ramush Haradinaj, kur u hap vija frontale në Baba Lloç, u hap vija frontale me Serbinë në Dugagjen. Shumë e vërtetë, sepse vetë magjistrale që bjen këtu dhe vetë ndërpremja dhe vetë pika ku ne kishim këtu, u ditë që është luftë tamam frontale, luftë direkte me forcat serbe. Po të them, fshati Baba Lloç nuk do të ishte ndoshta pikë rezistencë as më, sikur mund të ishin vetë djemtë Baba Lloçit. Edhe na kanë pas sikur shoplak dorës, se këta ishin pozitën e nalt, kurse na ishim shumë poshtë. Zakonisht lëvizjet sa më asi na i bëjshim natën, se ditën e kishim probleme me lëvizje, kurse lëvizjet më të mëj bëjshim natën. E kem pas tash vështirësi se Baba Lloçi ishte në Rafsh, çush është. E kishim një provë të madh, disa provë, po një provë të madh. E kryesisht lufta bëjke mos me lanë kalimin këtej pronit. Edhe disa herë nuk ka dashur me ecë në atë pronin, poshtë e nalt, kuptohet se me atë pronë erdheshim edhe me Rastavic vijen, edhe zbritshim deri në Gramoqel, që shedin në shumicën e rasteve ata kanë zbrit deri fund sukës, po këtë pronin e mbajshim, në vijen e pronit e mbajshim. Tingëllon e pabesueshme, por gjatë gjithë këtyre betejave të lavdishme, për gjatë kësaj vije frontale të hapur më 21 prill, për më shumë se një muaj luftimesh të pandërprera, Baba Lloçi nuk e humbi asnjë luftetar. Fshati bombardoi sistematikisht. Luftime të ashpra po zhvillohen sot në Deçan dhe në disa fshatra të Pejës. Arenë përleshjesh vazhdojnë të jenë Baba Lloçi, Carabregu, Strelci, Lubeniqi, Krusheci, Vranoci, Lapushniku, Lausha, fshatrat e Brezit Kufitar, Kosovë, Shqipëri. Në linjë telefonike është gazetari Zek Sinane.
Fshati Babaloq edhe vetej mbetet ndërcaqet kryesore të sulmeve të ushtrisë dhe policisë serbe. Gjatë natës së kaluar, por edhe sot në orët e paraditës nuk kanë pushuar bombardimet mbi fshat heroik, duke u përballur me forcat e shumta armike. Populli i Babaloqit i përkrahur nga trupat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbrëm me sukses mbrapsht i forcat serbe, të cilat përkundër insistimeve në asnjë pikë nuk shënuan përparime. Ne bombardoheshim sistematikisht dhe nuk kishim të vrarë. Do thot ishte ajo fuqia e jehonës morale në pjesë të tjera dhe mesazhi se me një vullnet fort mund të rezistohet dhe pa shumë dëme, pa shumë pasoja. Më 25 maj do të bjerë në altarin e lirisë flakadani dhe shpirti i rezistencës Ramiz Batusha. Ka qenë një mobilizim i jashtëzakonshëm i gjithë fshatit, po natyrisht në këtë përbamje ndallu më shumë djemtit siç është dëshmori i parë Ramiz Batusha, i cili mendoj që ushtrohen në vijat e para të frontit, ose është ndër dëshmorët e parë rajoni Dugaxhinit, i cili ka rënë betejë. Ai ka marrë pushën me ardhën pikë të shokët, vetë ka jesë përparën edhe ka kapë granata çaty. Ramizi i plagosën në këtë pikë këtu, o hull granata, Ramizi ka marrë granata në trup dhe e ke në spital aty. E ka ndërgu, unë kom shku me Adem Mataj në spitalin ushtarak në Izhniq. Dhe deri në momentin sa jemi fut në dhomën ku ishte Ramizi, kemi shpresu se është gjallë. Dhe kur kemi pa që Ramizi ka përfundu, ka qenë shumë rëndë. Ashtë ta nëse djali pej babat i këtu, o që ka ashtarë dhe që është ashtarë, o ashtarë në Gjakovë. E në ka kalzua. Ajë jam pi. Një i qopër, s'ku ndi gjohë ishtëra. Thash, inshallah, thash, që po ka ra i pari, inshallah, thash, ku ka nështë inshallah, i pari i mrami. Rënja hershme Ramizit në vijen e frontit në Babaloq i tronditi rënd bashkëluftëtarët e tij. Por se të ratë dhëmbje, ata e kthyn në forcë dhe krenari për të vazhduar betejën e lirisë deri në fitoren përfundimtare dhe çlirimin e plotë të vendit. Mirë po, ka ndodhur një mrekulli që ndodhë të gjitha ramjet ma vonë, gjitha ajo dhimbje, sepse po e përsëris, pjesa elite ishin bashkëmoshatarët e tij. Dhe për ta ishte edhe më rëndë, por gjithë ajo dhimbje u shndru në forcë dhe nga dishmëri, kështu që nga kjo periudhë, do të thonë nga 25 maj dhe deri me 11 gusht nuk ka ma të ramë në Babaloq. Ka qenë një shembull që gjithmonë ka qenë në pikën e parë të frontit, që i ka nxit ushtarët dhe ka qenë i pari i cili ka prit luftëtarëve që të ecin përpara. Ramiz Batusha do të varroset me ndërime të larta ushtarake duke u përjetësuar kështu në altarin e lirisë. Ka qenë ndoshta një momenti më tragjik për gjithë ne fshatin, për gjithë ne shokët të cilët ishim rritur me Ramizin, për bashkëluftëtarët, por në farforme ka qenë edhe një motiv, edhe një shtytje që ne ta vazhdojmë rrugtimin të dëshmorit Ramiz Batushaj. Edhe pas rënjes heroike të luftëtarit të orëve të para Ramiz Batusha, rezistenca në Babaloq do të vazhdoj për muaj të tërë. Sa më shumë që intensifikoi lufta çlirimtare, aq më shumë kaliteshin në përbetejat e lavdishme të UÇK-s djemtë e Babaloqit. Plot 4 muaj e gjysmë, djemtë e pathyeshëm të këtij fshati do t'i mbrojnë istikamet e tyre përballë një makinerie të përgjakshme të pushtuesit shekullor.
Ju kemi bobal për 4 muaj e gjys në vi frontrale fshati Baballaq me gjithë fshatin Gramaqja dhe fshatin Nosovic. Këtë pozicion e kemi pas ma mërmendja se në gjitha fshatra, në këtë Kosovë ose në këtë Kosovë pozicion ma të rrezikshëm se pas. Se mi koni pozicion shumë të afër me ta. Gushti i vitit 1998, luftetarët e lirisë në Baballaq do të gjejtë pathyeshëm në përflak të luftës, duke qëndruar si flakadaj në për krismat e lirisë në Dugagjel. Në mbrojtje të tokës së të parëve, në përfush betejat Baballaqit, do të bie heroikisht Nexhat Huma, ndërsa plagosët të rënd luftetari i lirisë Zenon Mataj, i cili nga plak të marra ndron jetë më 25 gusht të po këtij viti. Janë këta dy emra tjerë që do t'i bashkohen në përjetësi Ramiz Batushës dhe dëshmorëve që po përjetësoshin gjatë atyre ditëve, gjithandej Kosovës kryengritëse. Nexhat Huma umeti vdeku në ditë dëshmor. Tërheqjen e tyre Nexhat Humës e ka bërë Lori Mata. Më ka punë Nexhatin, më ka dërzuar, personalisht më ka dërzuar mundur. Nexhati ka rrot dëshmorë, kena marrë mas një dite. Si ka vdek Nexhati, na kena marrë vesh. Shokët e tij na kanë treguar. Dhimbta natyrisht ka qenë shumë e madhe, por masi ka rrot për Kosovë dëshmorë, e kena marrë diçysh ma lehtë. Na ndihmë përse se kena Nexhatin, por jena krenar si rrot për Kosovë dhe për vend tonin. Nexhati gjithmonë neve na mungon shumë, po ne na krenar si ka qenë Nexhati për Kosovë, për vendin e vet ka luftuar dhe ato thënë, a mungesën e tij na kena gjithmonë. Zenon Mata ishte një djalë shumë vigjilent, ishte një djalë trim, me 1997 ai kishte ardhur në Kosovë, ishte ardhur për Gjermania që t'i bashkangjites luftës lërimtare. Zenoni ka qenë një ndër komandantët apo një ndër eprorët më të suksesshmit, i cili e ka shprehë vullnetin që të luftoj për vendin e vet. Me datën 11 gusht, ai plagosët, pasi morëm lajmin që plagosës e tij domon e ndim veten keq mirë, po e morëm guximin që ta vazhdojmë luftën shërimtare. Aq ka qenë vështirë që po mirë, po me atë devotshmëri që e kanë pas, me atë guxim që e kanë pas, ashtu ishin plagosur shumë rënd, secili prej tyre në thotë mos na lën aty po të kthejmë prapë në front. Ashtu të plagosur. Zenoni atëra ka marrë Çamil Mata me shok vetë dhe kanë qute në spital Nirznic. Mund kujtohet një Ramadan Tahira i Rrypaj, i cili është në meje edhe ai dëshmor. Oshtar mu ka bashkangjitë dhe më shku në spital te Nirznicit, e kom tërhek me një kerr me kali, edhe kom qut te në Bërlic Zenonin. Mas 2 ditë të Bërlicit, atëherë kem qenë në Krushec. Mas 5 ditë ose 6-ve, t'ju tërhek domon në fshatin Bakarush të Malishevs, Zenoni edhe ju ka kesu gjendja, ka vdek, ku që edhe ovaros aty. Nuk më dha mundësia me pa, më kishte kërkuar me pa, po ishin mundësit rrethonat pa favorshme, edhe e ndjeva veten shumë keq mirë, po unë vazhdova luftën dhe e ndi veten shumë të lumtur që e kom pas epror Zenon Mata. Zenon Mataj ka lindur me 25 gusht. Ka vdekur në spitalin e Pagarushës, të ushtrisë lindore të Kosovës, me 25 gusht. Dhe rivarrimi i tij ka koincidu me datën 25 gusht. Pa vetë dijen tonë. Është një diçka që vërtet misterioze dhe pa shpjegueshme, po diçka që është domethënëse. Mburëm me veprën e tij në mburëm, jo tinë po domon çdo çaj që ka qenë gjak për Kosovë, pejtashit e para 100 vjet e kënene, që 100 vjet e kënene domon shqiptar që ka qenë gjak për këtë tokë. Inshallah gjaku i tij bëhet dritë e lirisë. Edhe pas ofanzive së gushtit të vitit 1998, djemtë e Baballaqit nuk do të ndalin luftën për liri. Shumica prej tyre do të sistemohen për brigadat UÇK-s, ku do të spikaten për trimëri, guxim dhe atë dhe dashurit të papërshkruar. Shumë prej luftetarëve të Baballaqit ishin sistemuar, siç e thatë edhe jone për brigada, një pjesë e tyre ishin koshare, një pjesë e tyre ishin në brigadën e treni, po gjithsesi në çdo pozicion lufte kishte djem të Baballaqit. Jo vetëm që ishin pjesë e luftës, por ishin edhe luftarë dallum. Ka mesi i muajit gusht të vitit 1998, një grup i luftetarëve nga Baballaqi nisën për Shqipëri për furnizim me armatim. Mirë po, më 18 gusht,
hasi në një pusi të armikut në trekëndshin Shqipëri, Kosovë, Malizi. Pas një beteje dhëm për dhëm, bien heroikisht Milaim e Agron Gjocaj dhe Avni Sinanaj, ndërsa plagosen 4 bashkëluftëtarë të tyre. Jena nisë me një 7 shok veti shtati dhe gjatë udhëtimit të rrugës, ka kem shku për Shqipëri për me sjell armatim, kem vazhdu një 30, do më thonë rrugës që kem udhëtu, ku kem rrinë kufi, do më thonë trekonçin Malzi, aty kem ra një prit serbe, aty do më thonë o bo një luftë shumë ashpër dhe shumë në afërsitë natë. Do më thonë aty ka qenë një luftë shumë pabarabartë në prit dhe aty kanë ra dëshmorë, do më thonë Avni Sinanaj, Milaim Gjocaj dhe Agron Gjocaj. Kurse e mjetë plagosën, do më thonë në datë ofenziv aty, në datë betej, unë edhe Muj Lokaj, Shkelxhen Beqiraj dhe Mehmet Tahiraj. Ka qenë një prit shumë afër, shumë nga, do më thonë një 4-5 metër afër pritja ku kemë ranë prit në atë natë. Agroni, Avnia dhe Milaimi kanë qëndru një pikë bashkë dhe ata aty tek të fishekin e fundit që i kanë sosë, kanë qëndru aty. Avni Sinani ka qenë një djalë shumë trim, shumë i zoti, i dashtun për të gjithë, i papritueshëm çdo kohë, ka qenë tanajert i pari. Ma shkurt ka qenë një shumë i përgatitur. Djali jam ka dëshmor me Milaim Gjocin, Agron Gjocin, me disa shok tjerë. Thoja mas një muj si ka ra. Nuk e di nështë dhe shok mi më kanë lamru mas një muj si ka ra në kamet në kufi. Ka e shumë shtirë, masis gjithë tjerë që shënë vra me bashkarisht të përdashimi i përballua. Akon shumë djali i fort, akon luftar, nuk di shka me thonë ma shumë për ta. Nuk mund asë më të përshku çfarë njeri ka qenë. Avnia ka marrë pjesë shumë beteja, qenë Smolit, Baballaq. Çdo betejë Avnia ka qenë pjesëmarrës në ta. Avni Sinanaj edhe plus ka kalu kufinin, do më thonë me 10 herë, bashkarisht me Milaim Gjocin. Dhe pse ka ra dëshmora, ju në nëjem krenar, për që kalon jetën për vend vetin, për Kosovë. Po, bibli vetë se kaj, nëse ke jemi 5 se ka, një më shkua 2 skalert. Milaim Gjocin, më është një ndër luftëtarë të mëdhajt fshatit këtu, që cilët kanë marrë pjesë në çdo betejë, çdo vend ku ka pas nevojë, lufta ka marrë pjesë Avnia me Milaimin. Po ashtu edhe Agroni. Agroni ishte një djalë guximtar në ditët e para të angazhimit tu qekes. Agroni ishte angazhu vinë e frontit Baballaq, edhe ishte diku një 3 herë ki shku dhe për bartjen armatimit Kosovë-Shqipni. Ja ki sjell armatim. Edhe çdo herë kur ishte nevoja për më shku për armatim, Agroni thej ka dem do të shkojune se unë e një atë rrugë mirë. Ishte në vit frontit, janë angazhuar edhe kur e leshim Agronin në vinë e frontit, ishim gjithmonë qetë, se thëshim e kem Agronin në vitë parë, nuk e kem gale më atë punë. Kemi përjetu shumë ranë, sikur rastet dëshmorëve tjerë që kanë ra, edhe rastet tine ka qenë shumë i ranë për neve. Fatkeqësisht jeshtat e Agronit edhe sot, e kësaj ditë hala janë dhe nuk janë gjetë, edhe kjo është një breng për gjithë neve të fshatit edhe për gjithë popullin shqiptar, për gjithë pjesëtarët të ushtrisë shlimtare të Kosovës që kanë qenë. Po më thanë, jënë mjetë në bjeshk, do shok u plagosën e ajë thëshin o ikë, nuk është gjallë dikon, ta 3 një vend jënë mjetë. I rejë së dalë, e i hëtë njënë ve djali jam se ndalë kërkon. Po shka me bo ma si ja di jam një bilise ka që aty të dëshmorë, shkoj për çdo ko, shkoj që aty për çdo rasit bjenë, do këtë cimi pas që aty. Me risistemimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, luftëtari i paepur Kujtim Qallakaj sistemot një sitin special Shqiponia të Zeza, ku me përkushtim të jashtëzakonshëm dëshmoi vlerat e një çlirimtari të vërtet deri në rënjën e tij heroike në Kralan më 3 prill të vitit 1999. Kishin fillu luftimet edhe në onën e Dushkajs atje, edhe isha angazhu dhe në teren, në fshatin Kralan Kujtimi është vra, bashkë me disa shok të Shqiponia të Zeza. Si bashkëluftëtarët Kujtimit e kemë përjetu shumë romë, se çdo herë ku në vrajke një djalë si Kujtimi, në gjithmonë e përjetojshim romë bashkëluftëtarët e tyre, se i nishim ata djemë çka kishin dhonë, çka kishin bo për Kosovën, edhe çfarë djemë ishin edhe ne përjetojshim romë atë lajmë. Ka qenë dhimbja shumë e madhe, po këna edhe krenaria shumë e madhe. Kujtim Qallaki ka qenë një djalë shumë i fort, shumë i guximshëm. Ka qenë i hetshëm për liri,
shumë i papritueshëm, guximtar, s'ka ditë i trembe syri, thejke ushtarëve, sonte po shoni të gjithë, une du me ju ndru gjithë natën, reke vetën pozicion. Ka qenë djalë shumë i fort, besnik, djalë trim, i guxim shumë, çdo aksion ku e ke marrë me to ka qenë shumë djalë i fort. Ramjen e tij e kemi përjetu shumë rëndë, sepse ka qenë një djalë i sjellshëm. Ne edhe krejt ushtria shlirimtare e Kosovës e ka përjetu shumë rëndë në ramjen e tij. Luftetari Aslan Batusha, vëllai i dëshmorit Ramiz Batusha, u sistemua në brigadën 131 Jusuf Grvala, ku me plot vendosmëri luftoi deri në frymën e tij të fundit më 5 prill të vitit 1999, kur ra për të mos vdekur kurrë në Dardani të Gjakovës. Aslan Batusha në një ekspedit ushtarake me bashkëluftëtar ka rënë dikun në mes të fshatit në një prit të forcave serbe, në mes të fshatit Osek dhe Piskot. Më ka dhunë të nërshit do katunës, ama dini gjonë pra hiq për Aslonin, adi une. Tha Asloni, tha miq, tha, po vjezor, tha më të thonë guj. Të më s'ka dert heq. Mami më thonë guj, a me dalu në me lyp, me të vetë kua. Asloni, a metë një, a metë qështu, një gjako, ra në dëshmorë, tha, të shkolla Piskos. E një vesën shumë mirë. Ata shkun. Ata e shku për që dhe. I shku për to Kosovës. Vargu të gjatë të dëshmorëve do t'ju bashkohen edhe Muhamet dhe Demush Bardheci, rënë në prill të vitit 1999, fush betejave në lugun e Çarragojës. Me heroizmin e tyre, ata do të bëhen shembull e frymëzim për bashkëluftëtarët çlirimtar deri në momentet e fundit të jetës së tyre, ku do të bien dëshmorë të lirisë. Me shembullin e tyre, janë udhërrëfim për gjeneratat që vinë, nuk kanë pyetur për çmimin, të mobilizuar me vdek. Kurse kem pas as i djemsh me thonë për lirin tonë, me hekë okupatorin për këtuhit, mu shliru për i Serbit, për të mos jem krenar. Kur kom pas djem të mit, mi pas një djallë me e qitë në luft me shliru vendin e vetë, me mbrojt tokën e vetë, me mbrojt lirin e vetë. Ja kem pas bërës saj toke, edhe ja kem bërës gjdoherë. Unë kanë qenë 2 vjeçare kur babi im ka ra dëshmor, kurse thash që jam rrit, jam shumë krenare, se e di se për shka ka vdek, edhe njëna shumë mirë se e di se ka ra dëshmor. Zëri i luftetarëve të lirisë nga djemtë e Baballoqit do të buqas edhe në kosharen legjendare. Në brigadën heroike 138 Agim Ramadani do të shkëlqejnë si margaritar djemtë e Baballoqit Milazim Shala dhe Izet Beqiraj. Kuadrët strukturës brigadës ka pas faktikisht luftetar nga gjitha trevat etnike, ka pas edhe nga Baballoqi, diku prefersisht rreth 10 ushtarëve kanë qenë, cilët kanë marrë pjesë në heqjen e kufirit shqiptar me luftë. Në mesin e tyre kem edhe 2 dëshmorë, cilët e kanë dhënë jetën për çlirimin e këtij vendit. Ata janë Izet Beqiraj edhe Milazim Shala. Me 11 maj 99 me ora 4 të mëngjesit ja fillon forcat serbe të na granatue. Në unë dikun nga ora 5:30 u plagosa me rast koshares. Edhe e pata një shok me veti e thira Izet. Pithiraj, pi tham ati shokit një plagos, pithiraj Izet, tha që plagos për triti dhe mu ka gjujt për mijën tonat granatim, e ka shkuj farë majicet vetën, ma ka lidhë doni, thash Izet nuk ki nevoj, më tërhek për këtujt që jam shumë mirë. Tha për tre ta do të mu tërhek për këtujt, i ka piskat një shokit. Më kanë që ma kanë dhonë dimën e parë, do më thonë mal aty. Tu i ma dhonë dimën e parë një shoke, tha u vra Izeti, ra dëshmorë. A dit është nga në vra nonë që a dit, edhe kjo me ta. Njën e fort jem konë. Pse, për vend tonin, na duhet gjithë qysh. Jem konë në gjenje edhe vetë, edhe thmija, edhe djallë, edhe qikë, edhe kajtë, jem konë në gjenje më shkunë.
bish me shliru vendin tonë. Që ta në njonat, për jetova zërë, po apet që apet për vend tonin shumë mirë. Jo më konë gjeni me dhonë ato, a me dhonë tjetën e krejt për lërit Kosovës. Edhe vetë me ta. Pas rëmjes e i Zetit, bie dëshmor Milazim Shalaj, që mund të quaj njëri ndër luftëtarët dhe strategët më të mëdhaj të luftës, pikërisht me datën 31 maj, bie dëshmor në Cenesh, së bashku me Xhemal Fetahun, por vendosmëria dhe guximi i Milazimit në atë kohë ishte se Milazimi bie pikërisht në bunker të forcave serbe. Vendosmëria e Milazimit me luftu për atë dhe u kthyn Koshare, i cili së bashku me Xhemal Fetahin, njëtin rast në sulm, ky duke sulmuar forcat ra dëshmor, për cilën thamë që ka qenë një akt shumë i rrallë, i djemve të rrallë që kanë bërë luftë sepse kanë sulmuar në një vend dikur në thellësi prej 1 deri 2 kilometër brenda zonës së armikut. Zeti është ra në rrasën e Kosharës aty në një betejë, domethënë një vit tashpër frontale. Milazimi me 31 maj është vrarë në Cenish në një vëzhgim. Ishte një ditë e rëndë për gjithë, sepse ishte edhe fundi i luftës, edhe ishte, por edhe Milazimi ishte njëri i cili kishte dhënë kontribut madh, ishte i plagosur në fshatin Baballaç më herët, por në Kosharë ra heroikisht. Ne jem krenar shumë, po ashtu edhe baba edhe Izet Beqiri që kanë luftuar dhe kemi lumtur në këtë rast, po ashtu edhe për Izet Beqirin edhe dëshmorë tjerë të Kosharës, që në 14 dëshmorë tjerë, jam shumë krenar që na sollin lirinë. Milazim Shalaj ka një djalë i dallun, Milazimi e ka pas përgjegjësinë prej pikës numër 4 deri në fshatin Erstovic, gjithmonë Milazimi ka kontrolluar këto pika. Me kujtim Qallakin 2 dëshmor. Gjithmonë Milazimi u koni gatshëm, gjithmonë Milazimi u koni pa pushueshëm, natën edhe ditën Milazim Shalaj u kon aktiv. Vleria ka 6 nuk vjen, ajo është kone tjatë. Edhe kem ditë shumë ma herë që ajo do të ndodhë, dhe pëse në shku një rrutë. Ma të qetë pak. Si vllajti e kam di një dhimbje shumë të madhe, por në aspektin e çështjes kombëtare të vendit një krenari shumë të madhe. Komandanti i brigadës 138 Agim Ramadani, kolonel Rustem Berisha, me krenari evokon kujtimet më të mira për dy djemtë e Baballaçit që ranë heroikisht në Kosharën legjendare për një copë diell të lirisë. Unë jam shumë krenar që kom pas rastin t'i kem në kuadër strukturës ose ma mirë të them të rreshtum këta luftetarët nga Baballaçi, sidomos këta dy dëshmorët për cilët e po flasim sot. Sot e përgjithmonë, pranverave të lirisë do të mungojnë 14 lulkuqet e Baballaçit, familjeve e ngjujt e tyre, bashkëluftetarëve, shokët e idealit, ndërsa Kosovës e shqiptarisë bitë më të devotshëm. Lufta aty në ndoshta nuk mund t'i veçoj vetëm dëshmorët e Baballaçit, por në përgjithësi Kosovë i kanë dhënë një vull shkëlqyeshëm në Kosovë, që sot gjaku i tyre triumfon liria që e kemi sot. Ata i mungojnë shumë lirisë së Kosovës, dhe na ndihmë veten shumë krenar që kemi pas këta djemë që kanë rënë për këtë vend. E ndih veten shumë mirë. Për shkak për djemë Baballaçit, për tonë marë. Si kanë luftuar dhe kushara dëshmorë krejt, jemi kënaqur për ta. Ta janë gjallë përjetshëm edhe neve na mungojnë, por këta janë gjallë përjetshëm. Do të jetojnë përgjithmonë këtë vend, kjo tokë. Do të ketë nuk hub merita atyne. Kjo mungesë, unë besoj që duhet kthehet në forcë dhe duhet na obligojnë ne të gjallëve, shokëve të tyne, po edhe të pasardhëve që vinë për obligim ndaj këtij gjaku, për obligim të atyre njerëzve dhe duhet të dimë se ne i ndajmë kombet mbi themelet të cilet ata sot pushojnë. Besoj se secilën ditë vlera e atyre që dhanë më të shajtën do të merr vendin e vet, do të pozicionohen vërtet në hierarkinë e gjitha vlerave sublime kombëtare dhe do të jenë bazamenti më i sigurt për ecje më tutje. Beteja të Baballaçit, sakrificat cilën e bën djemtë të Baballaçit, është një shembull më i mirë se pa sakrificë, pa gjak nuk ka liri. Dhe falë angazhimit gjithanshëm të atyre djemve edhe neve sot jemi të lirë. Gjithmonë do t'i kujtojmë si të gatshëm, si vullnetar të mirë, si luftar të mëdhaj dhe si njerëz brymosur në frymë liridashëse, dëshmorët e Baballaçit, po edhe veteranë
invalid të atësaj pjesë Dugaxhinit, të cilët i dhanë vullën lirisë me gjakun dhe jetën e tyre. Dëshmorët e Baballocit, luftar dëshmorë, edhe të gjithë ata që kanë ra, vetëm e plotësojnë hartën. Thënë drejtën, harta e lirisë tonë ekziston çdo kund. Por këtë hartë e ka edhe Baballoçi. Është pjesë e kësaj harte që e ka në atë parë e ka lavdinë e luftës, po e ka edhe lavdinë e flijimit. Edhe i ka djemt e vetë në themel të kësaj dite, pra është nderi i madh, por edhe është edhe një, si them ashtu, pjesë e historisë sonë, e hartës sonë për liri. Unë e them se harta e lirisë sonë gjitet çdo kund, po në Baballoç e gjon edhe me ata që kanë ndodhur në luftë, po e gjon edhe me flijimet. Vallë, kuj do të kishte vajtur mendja që Baballoçi rrugën e lirisë do ta niste me 14-shën e parë për furnizim, ndërsa lirinë e ndëruar do ta prekte me 14 dëshmorë të rënë për tokën e shtrenjtë të Kosovës. Sot, rrez kodrinës së bukur, si për fshatit heroik, janë skalitur përmendorët e dëshmorëve të Baballoçit, që përmallshëm çdo ditë prekin rrezet e arta të lirisë me shikimet e tyre djaloshare, ka bjeshkët tona kryelarta, duke rrezatuar vendosmëri dhe shpresë për të sotmen dhe të ardhmen e atë dheut tonë. Në freskinë e pishave që mbulojnë kodrinën, ata sot e përgjithmonë janë këmbë, kurdoherë të gatshëm për ta mbrojtur çdo pllëm të dheut sa herë që e kërkon nevoja.